Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nga shenjat e mira të islamit të një njeriut është lërja e gjërave të cilët nuk të takojnë, është lërja e gjërave të cilët nuk të interesojnë, është lërja e gjërave të cilët ty nuk të sjellin dobi. Të dashur vëllezër besimtar, dëshiroj që këtë hutbë të sodit ta filloj me një histori shumë të shkurtër, por në vetveten e vet ngërthen dhe mban mësime madhështore dhe urtësi të volitshme për të gjithë ne. Transmetohet, tregohet se një ditë prej ditëve një shërbëtor kishte dalur prej një shtëpisë të pronarit të tij. Dhe në duart e tij po mbante një enë apo një pijat e cila ishte mbuluar. Doli në rrugë dhe duke ecur po e takon një person i cili ishte kurështar dhe e pyet dhe i tha: "A ka mundësi të më tregosh çfarë ka në këtë enë apo në këtë pijat të mbuluar?" Por vëllezër, ndëgjone përgjigjen e këtij shërbëtorit, përgjigje e mençur, përgjigje madhështore që çdo secili prej neve duhet me marrë mësim. Ai tha: "Po të donin pronarët e kësaj ene që unë dhe ti dhe të tjerët me ditë se çfarë ka në këtë enë, ata nuk do ta mbuloshin fare." Vëllezër besimtar, kjo përgjigje e urtë, me butësi, me mençuri, na i kujton një udhëzim profetik të pejgamberit alayhis salam që e shënon Imam Tirmidhiu në Sunenin e tij. E transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se ka thënë pejgamberi alayhis salam: "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Nga shenjat e mira të islamit të një njeriut është lërja e gjërave të cilët nuk të takojnë, është lërja e gjërave të cilët nuk të interesojnë, është lërja e gjërave të cilët ty nuk të sjellin dobi. Ky hadith i pejgamberit alayhis salam me fjalë shumë të pakta konsiderohet prej haditheve më të shkurtra të pejgamberit alayhis salam, por me kuptim gjithëpërfshirës dhe kuptim madhështor. Dietarët kanë thënë se ky hadith konsiderohet baza themelore e edukatës dhe moralit islam. Disa të tjerë kanë thënë ky hadith i pejgamberit alayhis salam konsiderohet gjysma e moralit, gjysma e etikës e islamit. Vëllezër, nëse njeriu interesohet për çështjet të cilët i bëjnë dobi atij dhe i përkasin atij, ai automatikisht do të largohet nga gjërat të cilët nuk i takojnë. Kështu, ai do ta ruaj veten e tij, nefsin e tij, mendjen e tij, fenë e tij, dinin e tij, kohën e tij, po edhe zemrën e tij. Në zamanin tonë, në kohën tonë, ne kemi nevojë për këtë udhëzim profetik pejgamberit alayhis salam, për faktin se ndërhyrja në çështjet personale tek familjarët është faq. Ndërhyrja në biseda ndërmjet njerëzve është prezente. Ndjekja e lajmeve të tjerëve dhe zbulimi i tyre dhe i sekreteve të tyre është prezente. Për këtë, feja islame neve na mëson dhe na edukon që fillimisht ne ta përmirësojmë vetët tona, ti edukojmë vetët tona dhe mos të mirremi me të metat dhe mëkatet e të tjerëve. Thot Allahu në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum." O ju të cilët keni besuar, ju keni përgjegjësi vetëm për vetvetet e juaja. E ata të cilët janë në humbje nuk kanë mundësi mi ju sjell dhe mi ju bë dëm në qoftë se ju jeni në rrugën e drejtë, në qoftë se ju jeni të udhëzuar. Gjithashtu thot Allahu: "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Mos ju qas asaj që nuk ke dituri, se më të vërtet shikimi yt, ndëgjimi yt, zemra jote dhe çdo gjymtyr e trupit tënd do të jep llogari për Allahut azza wa jalla.